është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Ne kemi funksione të kufizuara, por asesi nuk mund të ketë ndalim funksionimi. Pra në historikun ton të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara. Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dërhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepet dërheqje. Më shumë se kaq, do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit. Pra, ne kemi funksione të kufizuara, por asesi nuk mund të ketë ndalim funksionimi. Pra në historikun ton të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvend të shpërndar, një qeveri e udhëhequr nga AK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse e shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Por një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, ndonse ka përmbushur mandatin e saj të rregullt 4 vjeçar, na u dashka të largohet nga zyrat e saj 1 orë e më parë. Si fitues të padiskutueshëm të zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, jemi shumë të interesuar që të ecim përpara drejt formimit të institucioneve të legjislaturës së 9 dhe atë sa më parë menjëherë. Si qeveri në detyrë, jemi shumë të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm që të mos lejojmë vakum institucional, jo për një ditë, jo për 1 orë, por as për 1 minutë të vetme. Përkundër thirrjeve të papërgjegjshme opozitare dje për pezullim të shtetit, shteti funksionon. Ndërmarrja e Telekomit të Kosovës në fillim të mandatit, pra kur kishte marrë mandatin, kishte vështirësi të shumta, sidomos financiare, por edhe organizative, për shkak të shumë viteve keq menaxhim dhe abuzim me ndërmarrjen pranë gjatë qeverisjeve të kaluara. Gjithsesi, pra me bordin e duhur, me menaxhmentin e duhur dhe me përkushtimin edhe të qeverisë për ta mbështetur ndërmarrjen, ndërmarrja ka arritur të këndellet. Gjithsesi, vështirësitë nuk janë të kaluar të gjitha, pra ka ende probleme që nga e kaluara e errët, pra e abuzimeve dhe keq menaxhimit shumë vjeçar të ndërmarrjes ende paraqesin probleme dhe shkaktojnë her pas here, pra sikur në rastin konkret, probleme me likuiditet ku ndërmarrja tash e disa muaj pra ka llogaritë të bllokuara në mënyrë që të tejkalohet kjo situatë, pra dhe ndërmarrja të kthehet pra përqendrimit për vazhdimin e investimeve dhe rritjen e ndërmarrjes. Propozoj para jush pra që të miratohet kjo kredi. Plani synon jo vetëm zbatimin e obligimeve tona politike dhe institucionale, por edhe ndërtimin e një shoqërie të barabartë dhe të drejtë ku komunitetet rom dhe ashkali nuk trajtohen si kategori të veçanta, por si qytetarë me të drejta të plota dhe të garantuara.